Turqia është përfshirë nga trazirat pas arrestimit të kryetarit të Bashkisë së Stambollit Ekrem İmamoğlu, një prej rivalëve më të fortë politik të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Policia bastisi shtëpinë e tij dhe ndaloi atë si pjesë e një hetimi të korrupsionit, lëvizje që Partia Popullore Republikane cilësoi një gru shteti. Pak pas arrestimit, autoritetet mbyllën rrjetet sociale si YouTube, Instagram, TikTok dhe platformën X, duke kufizuar ndjeshëm komunikimin online. Monitoruesi i internetit NetBlocks konfirmoi bllokimin duke theksuar se kjo ndodhi në kohë kur opozita dhe qytetarët nisin të organizoheshin protesta masive. Në të njëjtën kohë, zyra e guvernatorit të Stambollit ndaloi protestat deri më datën 23 mars, ndërsa liderët e opozitës e dënuan nash për këtë akt. Kreu i Partisë Popullore Republikane Ozur Özel tha se këto veprime janë një përpjekje për të shtypur opozitën dhe për të ndaluar İmamoğlu nga garimi për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. İmamoğlu, një figurë popullore brenda opozitës, pritet të shpallej kandidat për zgjedhjet e vitit 2028. Arrestimi i tij së bashku me revokimin e diplomës nga Universiteti i Stambollit shihet si një përpjekje e qeverisë për të penguar karrierën e tij politike. Situata mbetet e tensionuar me opozitën që paralajmëron protesta dhe betejë ligjore kundër veprimeve të autoriteteve.